Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër në Facebook ndaj një prej pjesëmarrësve në protestë që po zhvillohej në Tiranë, duke publikuar atë që e cilësoi si sket kriminale të qytetarit Edviol Kulluri. Në postimin e tij, Rama rënditi 8 procedime penale që sipas tij i atribuohen Kullurit për gjatë periudhës 2014-2022, duke përfshirë vepra të ndryshme penale. Sipas listës së publikuar nga kryeministri, bëhet fjalë për raste që përfshin rrajje në grup, vjedhje energjie, kanosje, plagosje të lehta dhe dhunë familje. Ndërkohë, Rama e shoqëron postimin me ironi politike, duke cilësuar Kullurin si një prej flamurtarëve të protestës së bulevardit dhe duke komentuar përmes metaforave politike organizimin e saj. 2014 rraje në bashkëpunim, 2016 vjedhje energjie, 2016 rraje ndaj një shtetaseje, 2017 rraje në grup, 2019 pjesëmarrje në protestat palishme, pengimi i qarkullimit dhe IMT Vlorë, 2020 kanosje dhe plagosje e lehtë Vlorë, 2021 kanosje ndaj një shtetaseje Vlorë, 2022 dhunë familje ndaj Xhaxhait Vlorë. Kulluri është përmendur më herët si artuesi një platforme për kuvend kombëtar, ndërsa në diskutime është folur edhe për një variantë më të zgjeruar të kësaj nisme me pjesëmarrje nga diaspora. Kritereve të përzgjedhjes për këtë strukturë ende nuk janë bërë publike me detaje të plota.